O, maqi jem. O, bebi jem. Ma një me Borën? Bora nuk del shpesh në video. Bora tashma ka një farmoshe. Nuk ka shumë qef të lëvizi, le themi. Ka ma shumë qef të rjetë të thot me mami, të flen gjumë, edhe kush u pa, shne, miru pa fshim. Mami është në punë, po më ka kërku me i la qërqafët. E kështu që unë, po i hek, e po ja laj. Moj bjondin me sytezi, e me buzën si qërshin. Ta mbyllim këtë derën. Puna lavatricën edhe nxohet. Jam të menu ashtora, të shkullal. A me dal me bë 2 hapa, apo mos me dal me bë 2 hapa. Në fakt nuk ka ndonjë gjë për të menu këtu, sepse seni më i mirë është me dal me bë 2 hapa. Nuk është moti i mirë, po nuk është as i keq. Do të thënë, pak shumë me re, pak brendësin, po jo shi, jo ndonjë gjë. Po dal se di se pastaj do mbaja mundje më mirë se dola. Duhet me la dhamet. Thojnë më mirë me la dhamet e pastaj me la fytyrën. Edhe kështu do bërë. Nuk do bëj skincare të plot tani, sepse do e bëj masi dal nga dushi kur vinë në shtëpi që të lahem. Por do përdor kremin e diellit. Nuk do e marr kamerën me vete kur dal, se pritoj. Sepse jam në kam, edhe të marr edhe kamerën, sa i bukur është ky krem i diellit, shumë i lehtë. Nëse po dal për vërdallisjen time, tash Ulodha. Erdha në shtëpi, do i bëjmë amorbidente lavatrices. Janë më të mirat në qarkullim. L'Essence di Elda, Diamante, Smeraldo. Do me thënë janë shije të ndryshme. Edhe duke qenë se janë qërqafet e mamit, ku sikur t'i bëjt pak mix. Se ti do thush, po që e tu bë? Unë lavatricën e kam nes, tani po e redh për zdyti me të njëjtat rroba. Sepse kur i laj rrobat, do me thënë se më shumë i bën gati mami lavatrice, kur i lajm rrobat, i bëjmë lavazhin normal, që supozohet përfshije edhe amorbidentin, po amorbidentin i bëjmë një lavazh dytë, kështu që me një palë rroba, lavatricia nizet 2 herë që t'i rije parfumi mirë. Kjo është gjendja kur unë mundohem me hangër diçka. Shisa të hapun një biskot, e don dhe Leo. O, dashuria ime di. Erdha këtu me i tha se me prinderi të tha nga shpia, që kur kam mësu me bë kosin vet, s'mundet me m'nal kush. Shumë kam mësu mami. 3 kështu qumshti intero. Edhe me dhe tjetër. Tash e kam nez, në flak, edhe duhet me lan më ngroj. Jam e sigur që shumica për juve din me zan kosin, po nëse po të kallëzoj recetën time, thu se ka një diferencë. Jam duke regjistru recetën në italisht, sepse te TikToku jemi në italian, ma ka kërku një vajzë se si bëhet kosi. Problemi është se si ti them unë që duhet kos me për me bë kosin, ku ta gjej ajo faren e kosit. Ky është problemi kryesor. Tash që është ngrënë fare. Tash i përziva gjitha bashk. Mami thot nuk duhet me përzi, duhet me rre. A ju kanë thënë edhe juve që duhet me puth? Që të vije mirë? Duhet me mështjellë që të pushoje. Tash duhet me lan këtu një 2-3 orë, sepse më duket se me çka kam kuptu varet edhe nga temperatura e shtëpisë. Çfarë temperaturë ke në shtëpi, aq pastaj duhet me i bë llogaritë se sa do rrije. Po prapë ne do e kontrollojmë, nuk është se do e lejmë 3 orë pastaj do e plasim frigorifer. Do e kontrollojmë. E di çka kemi kopa apo? Supermarket haul. Sa erdhi mami në shtëpi, edhe ka shku më duket te Konat dhe te MD. Jam fiksu me pure patatesh edhe më ka marrë gram pure, mundësisht 2. Mos me maru prokollaj. Edhe çdo paku ka nga 3 kutija, nga 3 qese më fal. Kështu që kemi pure. Pastaj kemi polenta 5 cereali. Një brokoli, molto brioche, latte cioccolato, qumësh dhe çokoladë, sallatë jeshile, rucola, vezë, domate pomodorini, kos grek me boronicë. Portokalla, tortellini, edhe pse këto nuk janë fiks tortellini që kam qef unë, si po jam të ndhej këto më. Jam të ndhej, duhen pak më të fiks. Çfarë supozohet me suzine? Prunje si quhen prunje shqip, prunje janë humlla. Mish grim, çfarë? Carpaccio bovino. I feta col, fettine proprio. Sì, po ky hahet i gjallë, cosima. Oh, è già. No! No, fallo un pochino di così. Carpaccio, gjep, mortadella, salam, 6 krep, djath me feta, gjalp, majs, drit, sa ko kam pa hangër kështu, ananas, feta, me shrup duhet jetë, me lang, kaq. Tash duhet me i fut gjitha men. Jemi këtu për me bë green flag ose red flag me Sindin. Hello! Tani Sindi do na bëjë ca pyetje, edhe do vendosim
sipas nesh nëse janë, i ka zgjedh pyetjet edhe do vendosim nëse janë red flags apo green flags. Green flag ose red flag? Është shumë i lidhur me mamin. E po varet, okay? Varet se sa janë të lidhur. Ku të shkuar apo? Tani videon mund ta shikoni të plot te TikToku i Sindit në fakt. See you later! TikTok, i Sindit. Duke qenë se nuk kemi ndaj punë tjetër, kemi vendosur të bëjmë një lojë, jo lojë në fakt, po thjesht do ju lexojmë, Të tregojmë realitetin. do tregojmë realitetin për dy femra single se çfarë DM na vin. Çfarë na shkruajnë çunat? Po, që na shkruajnë edhe Shqiptar. pastaj na thuni ju pse kemi ngel nder. Atëherë do gjejmë diçka interesante. Fillo kërkimin edhe unë po filloj kërkimin, se duhet me i hap se kanjëherë. Nëse ka komplimenta, faleminderit. Njani ka mundu me më shkruajt me lidh muhabetin sa lek ma shet një mace. Okej. Nuk do bëjmë emra sigurisht. Një pyetje kisha. A je xheloze? Po yll bote, lumaj që do të marri, do jetë njeriu më me fat në botë. Cute, Ti. cute. Futni duart dhe gatuani se do vinë kohë të vështira. Leni këto budalliqe. Okej. Më shkruajti një djalë, edhe më shkruajti përshëndetje bukuroshe, të lutem më falni për shqetësimin, doja vetëm të ju thoja se jeni femra më e bukur që kam parë në jetë. Komplimente yll. Për pak minuta, i njëjti mesazh i shkon edhe Janicës. Edhe e shohim edhe qeshim, zakonisht nuk Copy kapim me paste këto. kishte bërë. Se nuk është as i Por e pari. kishte përkthyer në italisht, se Janica. No, e ka Në shqip, shqip. po. Edhe nuk është as i parja si funi që na shkruan të trejave. Sa herë postoj një story që jemi të treja, shkruajnë të trejave. Direkt. Edhe unë i çova përgjigje foto, mesazhi që ja kishte nis Janicës edhe i shkruajta nuk je shumë origjinal, edhe ky justifikimi. Mirëmëngjes, unë do ta shpjegoj, uroj të më kuptosh. Kur je duke kërkuar të njohësh dikë, përpiqesh në shumë mënyra. Unë jam single edhe mund të shkruaj në disa raste, por nëse do isha me dikë do ta bëja një gjë të tillë. Mbi të gjitha po ta them përsëri se je vërtet shumë e bukur. Cute. Cute. Tash problemi nuk është që ti shkruan femrave të ndryshme, po të paktën Shoqëstime, ndryshoje, pastaj ti e pak- pa që jena shoqe. Ndryshon shtet. Ndryshoje, great. Seriozisht je ka që mirë ti apo ka dorë fotografi? Ndërkohë Pas ka marrë fotografia ime. komplimente. Kur kam bërë një intervistë A2, nuk më mend tamam se si ishte emrin, më shkruajti njani, përshëndetje Arsola, po shikoja sot live. Edhe më duke shumë vajzë interesante dhe vendosur. Jam 1.80, floktezi, sytë e zi. Kam lindë dhe jetuar deri në moshën 15 vjeçare në Tiranë. Më pas u nisa në Itali për studime. Nuk po tregoj se ku jeton edhe se çfarë punë bën para se të kuptohet. Edhe unë jam shumë i vendosur dhe duke qenë që në dhjetor do bëhem 30 e ca vjeç, nuk kam kohë për të humbur miru pa. Pash zotën, a bën më pyet diçka OG. O nana! E di çfarë është problemi i disa mesazheve? Është që i nisin këto mesazhe persona që janë mosha e babit. Edhe më kur i lart. shef, po, kur i Edhe më shef lart. fotot, është me të vërtet skandaloze. Përshëndetje, kisha nevojë për një dentist. Ma dha kontaktin kushëriri. Më thash se sjell fëmijët e ju. Unë jetoj në Ku jeni ju? Ku mund të lejmë një apuntament? Dentistja e famshme ti. Ky donte një takim, po unë se kam kuptuar akoma nëse ishte që era serio ose Për dentist, ishte po, tu pra, me nuk u mua. kuptote, po, nuk u kuptote ose nëse ishte thjesht një metodë për me hyrë muhabet. Sipas me ishte seriozisht. Kam pas një vajzë, e vetmja që kam dasht. Ma ka pas hangër jetën me ty. Kishim nejt me orë ndarë të ju pa me gjithat historinë e dashnis leshit që kishit pas. Ta shpjerdin ta ti unda. Ti unda dhe unë mazi. Jena lodhë. Ka mundësi me bisedu për diçka të lutem? Thjesht më pëlqyt. Kisha dëshirë me unë njoft më mirë, këto kohë që jam këtej, besojmë kupton. Me unë njoft si miq. Pik. Ndjes për shqetësimin. Mos më keq kupton, nëse do bisedojmë me kamer ose në WhatsApp. Pasha zotin si u njoft, ndjes edhe që nuk kam foto. Ju qoj nëse do. Ku banoni ju? Mos më keq kuptoni, Zbesoj se bëra ndonjë krim që ju fola, as unë si ju njoh, thjesht më pëlqyt. Unë vi shpesh në Shqipëri, se jam me ambasadën dhe kam mundësi me qenë shpesh në Shqipëri. Aktualisht jam në Tiranë. Pasha zotin si ju njoh. Po mu duke gocë lezesh. Nuk mje. A e kuptove që s'mje? Na, ky tek pull mesazh. Do vish bëjmë një xhiro. E ku me ik? Do isha kurioz se si do ishe si gocë nga brenda, e jo nga pamja jashme. Se atë e shikojnë të gjithë. E pas ke profilin publik. Ti e ke me lekt folmen, se s'po të marrë vesh mistrece e vogël. Mistrece. Përshëndetje shtrige. Përshëndetje. Kush bën me qa ty? Sindi. Jeni mrekullueshme, e shumë ëmbël, jeni beqare, a i martuar, po apo jo?
Je një ëmbël dhe shumë e mrekullueshme. Mjalt. O kriminele si e? Përsh. Përsh. Mankora. Përsh. Për, ma të Përshëndetje. Ta një kuptore. Ma perché isha të menu presh ose presur. Është e pamundur me ba diçka, ne mos me pas lejon vërdall. Kjo video është shumë kaotike, si gjitha videot, s'merret vesh kur nis kur më rën. Do bëj wax të krahët, por një pyetje kam unë. Pse të krahët nuk rriten fare? Do me thënë e kam ba para një muaj e gjys, edhe kam dyqime. Do me thënë ma mira, po ç'ne? Nuk është shumë funny. Anyways, here we go. Unë përdor wax, kam blekat makinerinë te Tigotan duket ose te Aqua e Sapone. Nuk po qëndrojmë dot, do të thënë për dhimbjes edhe me fol. Nuk i bëj dot video për një heri. Edhe kur shkoj te estetistja, edhe bëj wax te estetistja, ajo më flet, e më bë pyetje, e unë flasim ma vonë. Ashtu si te dentisti, që të flet dentisti, e ndërkohë ke 700.000 vegla në gojë. U krynja një krah. Pak edhe këtë pjesën. Jo se ka nevojë, po se jam unë e fiksume. Amra pak wax te kërbati, prisha duke unë pris. Shkoni e shikoja një video në Green Flex edhe Red Flex. E di që tani jam kurioze se para ishim duke tregu në Cindy DMs që na vinë. Nuk i kemi tregu gjitha sepse sinqerisht disa janë skandaloze edhe nuk banoj i tregun. Por jam kurioze, nëse edhe ju keni ndaj DM, nuk e di sinqerisht se si funksionon truni tyne. E as nuk më intereson me hyn detaje me ditë, ma mirë rrini ignorancën time kështu. Thjesht nuk ju përgjigjna edhe shnet në pakrim. Në fakt, nuk kishta shumë, se di pse e bëna dram. Po lyna pak me baby oil e po e mbyllim video këtu. Shumë faleminderit që ndoqe. Love you, wish you the best, stay safe, shifna së shpejti.